Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man wala thumma ma ba'd. Të ndëruar vëllezër besimtarë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Po vazhdojmë me ligjëratën e radhës, është kjo ligjërata 20 në kuadër të shpjegimit haditheve të Imam Nevaviut, respektivisht 40 hadithe të Imam Nevaviut, cili i ka përmbledhur në librin e tij të njohur. Javën e kaluar kemi filluar me hadithin e 7. Një hadith i shkurt për nga përmbajtja ose për nga shkronjat dhe fjalët e tij, por hadith i madh, sikurse edhe shumë hadithe ose gjithë hadithet e tjera për nga kuptimi dhe porositë e tij. Këtë hadith kemi filluar javën e kaluar, cilin e transmeton Tamim el-Dariu radhiyallahu anhu, thotë ka thonë profeti alayhi salatu wassalam në rast dinu an-nasiha. Feja është këshill. Kulna liman ya Rasulullah, i tham për kënë është këshill. Tha lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li immatil muslimina wa ammatihim, tha për Allahun, për librin e tij, për Kur'anin, për të dërguarin e tij, për udhëheqësit e besimtarëve, prisit e tyre dhe për besimtarët në barë ose në përgjithësi. Javën e kaluar ose në ligjëratën e paraprake kemi folur për kuptimin e nasihas e kësaj shprehje dhe rëndësinë e madhe që ka në fenë tonë. Dhe këshill do të thotë në gjuhën shqipe keni parasysh që këshilluesi me këshillu dikon që ka nevojë për këshillën e tij. Nëse ndalemi në kuptimin ose në gjenezën e fjalës nasiha në gjuhën arabe që është, ose mburimin e saj se prej nga rrjedh këto fjalë, atëherë kuptojmë çish ka mundësi edhe pse profeti ka thonë nasiha për Allahun, çish ka mundësi me qenë këshill për Allahun, çka ka nevojë Allahu azza wa jall që ne me këshillu, ose për librin e tij, cili është kuptimi ose cila është dhe çka ka dashur me thonë profeti selam përmes kësaj shprehje dhe për rasulin për të dërguarin e tij. Dashur fjala nasiha do thotë në gjuhën tonë se dona si shpejt me përkufizu, është që besimtari me e dhon atë më të mirën të mundshme karshi tjetrit. Pra me qeni sinqertë karshi e diku tjetër, me qeni sinqert. Pra edhe kur e këshillon, këshill e vërtet quhet ajo që është e sinqert. Sepse edhe shejtani këshillon disa njerëz, po i këshillon për mbrapsht. Kurse këshill në këtë rast, pra është për qëllim që besimtari me dhon më të mirën, me thon më të mirën, me punu më të mirën, karshi fillimisht Allahut azza wa jall, librit të tij, profetit Allahut azza wa jall, të udhëhecave, prisave dhe të besimtarëve mbar. Andaj dashur nga ky hadith, nga pjesa e dytë e hadithit, kuptojmë se këshilla është disa lloje, pra janë disa lloje të këshillave. Bazuar në këtë shprehje ose në këtë që ka thonë profeti alayhi salatu wasalam. Fillimisht ka thonë kur e kanë pyetur për kënë ja Rasulullah, për kënë duhet me qenë mirë, kënë duhet me këshillu kushtimisht. Ndaj kuna duhet me qenë besimtari kaq i sinqert që me shprehë dhe me punu më të mirën që ai mundet dhe din. Këshilla është që me dhon dikun ato më të mirën që din dhe me qenë i sinqert. Ose me fjalë, ose me vepra. Kena folë për rëndësinë e këshillës dhe kemi kuptuar se është jashtëzakonisht e rëndësishme dashur vëllezër. Madje profeti këtë hadith e ka quajtur ad-dinu an-nasiha. Feja është këshill. Pra kur dikush të kërkon këshillën tonë ti e ke për detyrë ose është pjesë e fesë me ja tregu ato që te din që është më e mira, duke qenë i sinqert. Ka thonë profeti në hadith tjetër ose disa prej dietarëve ose në këtë hadith, besimtarët janë këshillues, kurse munafikat janë mashtrues. Besimtarët këshillojnë, pra mundohet me tregu drejt dhe mirë, kurse munafikut mashtron. Ose ai që nuk të don të mirën të mashtron.
Në dashur vëllezër, rëndësia e këshillës është jashtëzakonisht e madhe, është jetike në veçantë në kohën e sotme, dashur vëllezër, dhe si mungesë ose braktisjes, ose pasojë e braktisjes së këshillës ndërmjet nesh ne kemi ardhur në këtë gjendje. Kemi ardhur në këtë gjendje kur e mira është zvoglu dhe e keqja është përhap, sepse po heshtim. Të thirrë miku dosti jaronit thirrë me një aheng që është i mbushur me harame dhe na heshtim. Pra kur kemi hesht, duke hesht është përhap e keqja më të madhe dhe është normalizu thuajse. Dhe ka njëherë doket ai që thret në të mirë dhe këshillon doket që ky kush është ky, çka është të thonë, ky po na e prish rënin për shembull. Pra ta ka thonë për dinë nësiha feja është këshill, pra feja ruhet, mohet, qohet për para duke u këshillu dhe duke i tregu njëri tjetrit të dashur besimtar. Dinë nësiha feja është këshill, kulna nimen ja Rasulullah, i thamë për tha për Allahun subhanahu wa ta'ala fillimisht. Çka është dashur vëllezër ose çka ne kupton, cilat janë disa prej formave të kësaj këshille ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. E para dashur vëllezër është që me besu Allahun azza wa jall sinqerisht. Pra, ajo që ka kërkohet prej neve, karshi Allahut, në nuk ka nevojë me këshillu Allahun azza wa jall. Asaj nuk ka nevojë absolutisht që ne me këshillu atë. Hasha wa kalla, kurse si, ai është Zoti ynë, mësuesi ynë, krijuesi ynë. Ai s'ka nevojë që ne me këshillu atë, por ai ka nevojë ose ai kërkon që ne me besu atë. Andaj këshilla ose e para mënyrë e këshillës karshi Allahut azza wa jall është që me besu atë me besimin e drejtë. Andaj kur të ndëgjoni këtë fjalë, përkon këshilla është përkon kur ka thonë për Allahun, për ai ka për qëllim këto pika që i kanë përmend dietarët. E para është me besu Allahun subhanahu wa taala me besim të drejtë që ai ka kërkuar. E dyta është mos me i bë Allahut shirk. Mos me i bë Allahut shok. Jo vetëm me fjalë, se kjo është me aroma, por edhe me vepra, se dikush me fjalë nuk e pohon. Nuk e pohon që janë dy zota, nuk e pohon që duhet me adhuru dikujt përveç Allahut. Se pohojnë të shumë pak ndoshta prej disa besimtarëve që janë lejthit, por ka prej njerëzve, prej besimtarëve shumë të cilët në praktik dashur vëllezër vren që ky po i frigohet edhe dikujt tjetër përveç Allahut azza wa jall. Kur ti thu hajde në xhamo mbyllet dyqani, se Allahu po thot mbylle, në fund ta jetë po wallahu khairur raziqin, ta jetë xhamos po Allahu është furnizuesi më i mirë, e kur nuk je i bindur sa duhet se Allahu në dorën e tij është risku, nuk e mshel dyqanin, ose nuk e lën punën, por e vazhdon punën dhe thot puna është farze po duhet me punu për idare. Kurse Allahu po thotë në kohë xhamose, le punën. Hajde në xhami. Do të shohëzë me pasë, mos me i bë ati shok dhe me pastru Allahun subhanahu wa taala, pra nga besimet e kota, me atribu Allahut azza wa jall, kjo është e treta, me atribu atij cilësitë që ai i ka atribu vetvetes atij dhe i dërguari alayhi salatu wasalam dhe emrat e tij të bukur që i ka. Prej formave të këshillimit karshi Allahut azza wa jall është që me i kry detyrat që kemi ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe mu largu prej gjërave që ai ka ndaluar. Kjo është e rëndësishme. El-qiyamu bi ta'atihi, me kry detyrat që Allahu na ka kërkuar dhe mu largu prej gjërave që Allahu na ka ndaluar. Andaj kur besimtari i kryen këto, atëherë ai e ka çuar këtë hadith në vend karshi Allahut subhanahu wa taala. Me kry detyrat dhe mu largu prej atyre që Allahu azza wa jalla i ka ndaluar. 4 ose 5 dashuria dhe urrejtja me qenë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra me dash dikën të dashur vëllezër që e ka dashur Allahu. Kjo është shumë e rëndësishme. Me dash atë person që e don Zoti dhe me urrejt atë person që urren Allahu. Pra Allah kanë don, ai që është bërë i mirë, ai që është besimtar i mirë, ai që është i devotshëm, çato don Allahu. Çato edhe na duhet me dash. Dhe kanë nuk duhet me dash
që ato që e ka kthy shpinën e udhëzimit të Allahut azza wa jall. Kjo është pjesë e këtij hadith dashur. Madje është prej niveleve të larta të besimit el-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Dashuria për hir të Allahut dhe urrëtia për hir të Allahut. Këtu kemi çalu të dashurës se kemi shumë defekte si besimtar. Sa dashuria ose lidhja mes njerëzve zakonisht bëhet për interesat të dunjallëkut. Andaj kur dikush më thot prej komsive tjera që na jena vëllezër musliman, neve po na duket disa për të këtë çudi. S'kena lidhje kur gjalla me turkun, kena lidhje se ata janë musliman, çu s'kena lidhje. Kena lidhje edhe me arabin, kena lidhje sepse Allahu na ka bashkuar në din. Innamal mu'minuna ikhwa. Allahu po në Kur'an vërtet besimtarët janë vëllezër. Andaj mërzitemi për ato që ajo ndodh vëllezërve tonë gjithandej në përbot. Gjithandej në përbot. E ajo që më shumë të është duke na preokupu tash është gjendja vëllezër në Palestinë. S'ka dyshim se besimtari mërzitet sepse vëllezërit e tij që ka në hadith, besimtari për njëri tjetrin është sikurse një trup. Sikurse një trup, thonë nëse një pjesë e trupit dhe mlëngon, këj trupi zbohet rahat. Kështu e ka përshkruar profeti sallallahu alajhi wasallam gjendjen e besimtarëve mes veti. Edhe këtu ne brenda duhet të qenë të lidhur të tillë, po edhe me besimtarët në përgjithësi. Andaj pjesë e besimit në Allahun azza wa jall dhe këshillimit të tij është që ne me dashuri të jemi për hir të Allahut dhe me urrejt dikon për hir të Allahut. Çish me urrejt për hir të Allahut? Ato që i ka shkel kufit Allahut azza wa jall. Andaj duhet më shtu dashnia ndaj një besimtari sa është ai devotshëm. E don filonin veç pse është besimtari i mirë, ndoshta kur s'ka nejt me to. As kur se ke po ke lexu, ke ndëgju, e ke po nai dhe ta dën zemra, sepse çashtu është kjo është pjesë e besimit. Dhe dikon ndoshta hiç pa u taku asnjëherë me të, e urrejnë për shkak se ke ndëgju se ai është armiki i fesë Allahu subhanahu wa taala. Kjo është dashur shumë e rëndësishme dhe është edhe më e rëndësishme në kohën e sotit kur njerëz zakonisht duhen për dunjallëk, afrohen për dunjallëk, bohen meqërona për dunjallëk dhe prishen e sfolin dhe ja kthejnë shpinën e njërit prapë për dunjallëk. I bashkon ashta safi e ndon dunjallëku. Vëllai është kjo është e rëndë. Ka bashku Kur'anit, ka bashku namazit, ka bashku Ramazani, kurse po ndon dunjallëku, kjo është defekt. Kjo është defekt e jashtëzakonisht i madh. Prej 7 personave që Allahu ka garantuar se do t'i garantojë të fusnin hijen e ashit të tij ditën e gjykimit. A ditë kur nuk ka hije, pra s'ka siguri, s'ka ku mu strehu tjetër njeriu përveç kësaj hije, kështu po thot hadithi kudsi. Yawma la dhilla illa dhillu, a ditë kur nuk ka hije tjetër përveç hijes së Allahut Allahu azza wa jall. Në këtë ditë, në këtë të lashët të madhe kur ballafaqohen njerëz, Allahu i ka garantuar 7 persona, 7 grupe të njerëzve, e njëri prej këtyre 7 grupe është wa rajulani dhe 2 persona të cilët tahaba fillah, të cilët ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi, dhe 2 persona që duan për hir të Allahut, i ka bashku dashnia e Allahut dhe ata ndohen prapë për shkak të Allahut. Pra nëse bëhen bashk, bëhen pse Zoti ka bashku dhe feja bashkon. Po nëse vjen puna mundo, nuk ndohen për dunjallëk, as për interesat e dunjallëkut, por ndohen për hir të Allahut. Pra kur njëri prej tyre e lëshon rrugën, ai thotë tash nuk më me të post miq shok jaran në dosë kështu me radhë. Madje ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith që të gjithë dostat e dunjallëkut, e dunjas, do të bëhen armiq ditën e gjykimit, përveç atyre që kanë qenë të sinqert. Pjesë e këshillës, këshilla Allahut azza wa jalla është edhe
edhe nënshtrimi ndaj ti subhanahu wa ta'ala, dhahiran wa batinan. Nënshtrimi ndaj ti në pjesë të jashtme dhe të mbrajshme, pra edhe me praktika, me vepra praktike, të cilat duken, po edhe me ato vepra të mbrajshme që nuk duken. Sepse dashur obligimet në Allahut janë të dukshme. Namazi, për shembull, ka obligime që janë praktike. Rukuja, sejdja, abdesi, leximi i Kuranit, leximi sure, këtë doat, këto janë që duhet me thonë mirë, po ka diçka të mbrëmshme që nuk duket, cilat janë ato? Njëti për shembull, a të shohim në njëtin sa për çka na fol. A din dikush? Kush mundet me ditë për çka folën në qitash? Na falun për Allah. Po njëti i cili është i rëndësishëm, ato din vetëm Allah dhe është në zemër. S'ka mësi kërkush me ditë. A da njeriu gabon kur mundohet me gjyku dikën, me thonë ti po e ki për qëllim për sy e faqe. Kjo është vetëm Allah, vetëm Allah e din. Po ka dhe vepra tjetër dashur të mëneshme çka janë, dashnia me dashur Allahun, me madhru Allahun, me pas frikë respekt ndaj Allahut, kjo edhe manifestohen praktik, mirë po është, këto në parim janë vepra të zemrës e pastaj manifestohen në praktik. Kanë thonë dietarët, ashtu që shka vepra të mëdha gjymtyrëve, ka dhe vepra të mëdha të zemrës. Ato që shka mëkate të gjymtyrëve, ka dhe mëkate të zemrës, pra të mëshme që lidun. Andaj, pjesë e besimit, respektivisht e këshillës ndaj Allahut azza wa jalla është që më nështru ati dhahiran u batinan, edhe me vepra praktike, po dhe me vepra që janë të mbrëmshme, publike dhe të mshefta. Gjithashtu do të thotë një pikë e rëndësishme që është, dhe kjo është e fundit kërshi Allahut azza wa jalla, është edebi me Allahun azza wa jalla, edukata me Allahun subhanahu wa ta'ala. Pjesë e këshillës së robit kërshi i krijuesit është që ai me qenë me pas edukat ndaj Allahut azza wa jalla. Me pas edukat. Andaj për edukatës është që kur të rrët e zoni me shku në xhami. Për edukatës është kur të ndëgjohet, kur lexohet Kurani me ndëgju. Për edukatës është kur thirrë zoni me ndëgju. Për edukatës është që kur vjen Ramazani, ajo është obligim, po është pjesë e edukatës që e shpreh pastaj besimtari është me agjeru. E jo me dal edhe ata që kanë arsye, për shembull, mos me agjeru Ramazanin, prej edukatës është ata mos me hangër publikisht. Edhe nëse e kitë lejuar me e prish Ramazanin për arsye të ndryshme, shariatike, nuk është prej edukatës që me dal publikisht në Ramazan me hangër dhe me pi. Nuk është prej edukatës. Edhe ai që e ka të lejuar, e s'po flasim që dikush hiç pa pas të lejuar me prish dhe me dal që shpo ndodhin sa të ndëruar. Ka prej besimtarëve, subhanallah, tregojnë disa prej besimtarëve kam dëgjuar thotë që para lufte, kur kemi punu në për disa organizata, kemi punu edhe me punëtorë të feve tjera, s'kan qenë hiç musliman. Feve tjera, sërbe kështu me radhë, thotë në Ramazan u munëshin disa prej tyre. U munëshin që mos me hangër dhe me pi nërësyneve, se jeni agjerushëm. Subhanallah. Kurse sa të ka orë dita, besimtari shkret që Zotin e beson, nashta në Bajram të vjen. E në Ramazan hanë dhe pin publikisht. Jo që sa agjerën, po e bën me katin haptazi. E bën haptazi. Dhe pa fije turpi del dhe me cigare në për rrugë enet pik të Ramazanit. Besimtar. Kjo që është me kat i madhë shumë, por është edhe shprehje e mos edukatës kërshi krijuesit dhe besimtare pastaj. Ndërsa kjo pjesë është shumë e rëndësishme që pjesë e këshillës së robit kërshi Allahut,
Për Allahun nuk ka nevojë që na me këshillu atë, por ai ka nevojë që na më bëj burrat mirë. E pjesë e kësaj është edukata. Edukata dashur vëllezër. Ka thënë njëri prej dietarëve, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, ka thonë ne nahnu ila qalil min al-adab ahwaj minna ila kathir min al-ilm subhanallah. Na ma shumë kena nevojë për pak edukat se sa për shumë dije, subhanallah. Pra, ka një herë, se shumë herë, me mirë është një edukat qoftë edhe pak me pas, se sa me pas shumë dije, edukat mës me pas. Këto ka thonë Abdullah ibn Mubarak. Besimtarët e vendit tonë, para lufte, ndoshta shumë prej tyre nuk kanë pas shumë dije. Pleqe ploka nuk janë shkollu. Ndoshta dije shumë nuk kanë pas, por çka? Edukat kanë pas. Shumë kanë pas edukat. Edukat ka pas shumë. Sot ka shumë dije, sot din trit, ka njëherë disa ma shumë se ku me dit, por në shumë raste mungon edukata. Mungon edukata. Karshi prindit, fillimisht, karshi Allahut, që do të me qenë maj kujdesur, pastaj karshi prindit, e thirë namen, i thot o njeri, i thot, çka po diune, o birë, babes, wallahu i kje nuk është edukat. Nuk është problem cili hecë për para, hecë para baba, se din kush është kush, him para baba, qohet para ullet, nuk është mo, nuk ka, hanë pene kështu më radhë. Mësë po flasim pastaj, edukata me të tjera që, hadith o leharëq, falë, sot dush sjellë shembuj. Në xhami, vjen të shtren kom për para të tullet, të shtren kom 2 metra për para, djali i ri. Nuk është edukat. Nuk është edukat. Karshi Kuranit nuk është edukat. E kështu me radhë. Të ndëruar besimtar, kjo pikë është rëndësishme, pra që besimtari Uthmani radhiyallahu ta'ala anhu, bashkëmëzër, ka qenë prej karakteristikave që i ka pas ky sahabi nderuar, e që është veçuar shumë me këto, ka qenë shumë i tërpshëm, ka pas marrë shumë. Me një rast, profeti selam në Medinë ka qenë duke pushu me një kopsh, një bashkë. Tu ka qenë një pus. Dhe i ka fut këmbët me fladit në atë pusin atë. Dhe ka ngrej pak pantollat, tesha që ka pas. Dhe i te guni. Dhe i ka thonë dikush njëri pesami, ka thonë unë sot po rri afër dhe po për kujdes na kush po hyn këtu. Ka ardhur Abu Bekri, i ka thonë ja Rasulullah, ka kërsit, kush është Abu Bekri? Ka thonë let hin. Dhe përgëzoj me xhenet. Subhanallah. Pas pak ka kërsit prap kush është, ka thonë Omeri ka. Let hin dhe përgëzoje me xhenet. Subhanallah. Pas ti ka orë kush? I treti ka orë kush është, ka thonë Uthmani. Kur ka orë Uthmani, pejgamberi selam e ka lshu atë teshen dhe e ka mbulu edhe ma poshtë këmbën. Dhe i ka thonë let hin, përgëzoje ato me xhenet pas një sprovë që ka me gjetë. Pra, po i kallëzën që ti në xhenet po, Uthman, po ti ki mu ballafaqu me një sprovë, cila është ajo? E dini pra qyshë është sprovu dhe kanë dhra Uthmanin disa njerëz të cilët pretendonin se janë ma besimtare, ma të mëshëm se Uthmani. Por kur erdhi Uthmani, e mbuloi atë pjesën e këmbës dhe i tha i sahabi dhe Rasulullah, kur erdhi Abu Bekri, nuk e mbulove, kur erdhi Omeri, nuk e mbulove. E kur erdhi Uthmani, tha qysht mos turpërohen për ati personi për i cili turpërohen me laqet.
Qaq kjo është i marrëshëm sa që edhe me laçet prej tij na tërpërohen. Andaj thuhet për atë dash vëllezër, që kur është pastru, ka tregu bashorti ose vet, kur është pastru mrena në banja, brenda në banja të tij, kur është pastru, nuk është pastru në kohë, është pastru si ullën, ka thonë vjen morre, prej Allah të zë, ka të lejuar, ajo është e lejuar, është e lejume, por atina vetë turpi marrja madhe që e ka, thotë unë vjen morre, bashkë ashtu, subhanallah. E kjo është e rëndësishme të dashur vëllezër, e debi me Allahun azza wa jall shumë është e rëndësishme. Po të dashur vëllezër, sot ka ibadet, ka dije, por edeb ka ma pak. U jenë keq me thonë, por edeb ka ma pak. Edukat ka ma pak. Andaj e shen jetën orë namaz nate, në ora 1 natës, në Ramazan, 10 e fundit, orë në xhami 1 orë për para po prete ka qelë Facebookun po këshyrë. Kë ka të zënë që kë ka defekt. Për çka ke ardhë? Për çka ke ardhë? E gjona tjera shembujt shumët, që shpërfaqin do shëndës dhe që po mungënë e debi, edukata, kërshi Allah subhanahu wa ta'ala, e që ka është shumë e rëndësishme, dhe djetarë kanë thonë është pjesë e këti hadithi, e dinu, në nësiha, feja është këshill, pra feja është që besimtari me besu Allahun, përveç se me besu, më nështru, veprat e ti me i kry, detyrat e ti me i kry, fejnë e ti me ndihmu dhe edukat me pas kërshi ti. Edukate me pas kërshi Allah subhanahu wa ta'ala. Gjëja dy do shëllëzër është pyet për e dhe selam, thumë limen, pastaj përkon, ose ka thonë për librin e ti, pra këshill për Allahun dhe këshill për librin Allah subhanahu wa ta'ala, dhe këto detarët i kam përmend disa pika që është rëndësishme mi pas besimtari në konsiderat kërshi librit Allah azza wa jall. Pa dashur është besimi që Kurani është fjallë Allah subhanahu wa ta'ala. Kjo pjesë e këshillës e sinceritetit tonë ndaj Kuranit është me besu se ky Kur'an është fjallë Allah, me besu fuqishëm, pa luhatshëm, me zemër, se ky Kur'an është fjallë Allahut, është i zbritur prej Allahut azza wa jall. Kjo është pika e parë. E dyta dashur vëllezër është ta'dhimuhu, me madhëru këtë Kur'an. Me madhëru, me ngrit, me vlerësu. Subhanallah, me lexim, me mësim, me studim, me duke i kry ajo çka ose detyrat ose veprat çka ka kërku Kurani, pastaj duke hec me mësimet e Kuranit dhe duke jetu me edukatën e Kuranit. Andaj kur është pyete Aisha radiallahu anha për moralin e profetit, çka ka thonë? Kana khuluquhu al-Quran. Morali profetit ka qenë kush? Ka qenë Kurani. Ka qenë Kurani. Pra Kurani ka qenë, aje ka zbatu Kuranin në jetën e tij. Ka vepru me Kuran, ka shit me Kuran, ka ble me Kuran, ka shmartu me Kuran, këtë veprat e tij për jetën e tij ka bën bazuar në Kuran. Sjelljen e tij ka pasë me Kuran. Andaj dashur vëllezër, edhe me lexu, edhe me mësu, edhe me madhru, por edhe me veçu këtë libër. E thash edhe më herët, me qenë i kujdesshëm besimtari ka shi Kuranit. Mos me vendos në vende ku si ka hije Kuranit. Mos me vendos në tokë. Mos me vendos diçka mi Kur'an. Mos me s'poplas tani me lexu pa abdes që s'bën. Mos me prej kur nuk kur s'ki abdes. Me ngrit, mos me shtri kam, kanë thonë dietarët, karshi drejt Kuranit, nuk është edukat.
me lexue, me mësue, me folë në Kur'an e sa më tepër. Po kjo është pjesa e rëndësishme e Kur'anit. Treta është me mbrojt Kur'anin për atyre të cilët e sulmojnë, e keqpërdorin, e flasin për Kur'anin, e kështu me radhë. Këto secili sipas mundësisë së tij. Po ashtu me përhap sa të kena mundësi. Me përhap botimin e tij, përkthimin e tij, Kur'anin si Kur'an. Për ditë po vinë ndoshta besimtarë që po kërkojnë a ka një Kur'an, kanë herë dhe nuk kena ndoshta në xhami. Është mirë që besimtarët edhe në këtë pikë pra me kontribu që me ndihmu, me financu botimin dhe me përhap sa më tepër libri Allahu subhanahu wa taala. Pra është pjesë e këshillës ndaje Kur'anit. Po ashtu pjesë është edhe besimi i gjithë asaj që ka ardhur në Kur'an. Qoftë për popujt ose për ngjarjet e kaluara kur ka folur për pejgambert, qoftë për ato që ka ndodhur në të ardhmen, qoftë për botën tjetër. Çdo gjë që ka ardhur në Kur'an, çdo gjë që ka shënuar në Kur'an, besimtari duhet me besu si të vërtetë. Dhe atë moment që ai dyshon, atëherë ai nuk e ka dhënë hakun dhe ka problem me besimin e tij, që janë për shembull Rafidit, të cilët pretendojnë se Kur'ani nuk është ky Kur'ani që ne posedojmë, nuk është Kur'ani komplet. Dhe pretendojnë se disa sure që flasin për Aliun e kështu me radhë janë sheh prej sahabive dhe ka edhe më shumë, edhe më keq shkojnë deri atë që thonë që Gjibrili alayhi salatu wassalam ka gabu dhe në vend që mi a zbrit Kur'anin Aliut ja ka qu Muhammedit. Kështu mendojnë shijat. Për Kur'anin. Tash llogarit ti çfarë musliman që ata. Llogarit çfarë musliman kur Kur'anin se besojnë çështo. Dhe kur thonë se Gjibrili i cili ka ardhur prej Allahut azza wa jall, thonë jo që s'ka ditë ka gabue, në vend që me çu te Aliu ka shku te Muhammedi. Andaj do shozë ai besimtar, ai njeri që nuk e beson Kur'anin si të vërtetë çysh është, Allah ka thënë ne kemi zbrit dhe ne e ruajmë atë. Dhe se ky Kur'an nuk e mungon asnjë shkruajnë. Çysh ka zbrit çashtu është edhe sot, ai që nuk beson kështu, ai nuk është besimtar. Dhe ai cili nuk i beson gjitha ngjarjet që kanë ndodhur, që ka përmend Kur'ani, çysh i ka përmend? Ka përmend profetët, ka përmend djemtë e Ademit, krijimin e Ademit, e kështu me radhë. Ato që janë përmend në Kur'an. Për ata kondjetorët, ata cilët e akuzojnë Aishën, të cilën Kur'ani e ka lavdu dhe ka thonë se është e pastër. Por ata cilët e akuzojnë Aishën, janë shia. Edhe pse Kur'ani po thotë që është e pastër, ata nuk e kanë besu Kur'anin. Kjo është shumë e rëndësishme. Apo këtani të hadith, dinu nasiha feja është këshill pra, këshill të formë për Kur'an, dhe më thonë që me besu Kur'anin që është libri i Allahut gjithsesi, po me i besu dhe gjitha ato tërgime, rrëfime që kanë ndodhur, po gjithë ato që do të ndodhin të ardhmen, që Allahu e ka regjistruar në Kur'an, me besu se kanë me janë hak dhe kanë me ndodh, ashtu që ka përshkru Kur'ani. Po ashtu do shëllëzër, është edhe pejpikave, është që me marë mësime të Kur'anit, me meditu në Kur'an, me lexu Kur'anin, me udhëzu me Kur'an, në kështu me radhë. Inna hadha al-Kur'ana yahdi lillati hiya aqwam, vërtet ky Kur'an udhëzon ata që është më mira. Andaj udhëzimi i mirë është padyshim Kur'ani, po ashtu është mësimi i tij, përhapja e tij. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, më i miri për ju është ai që e mëson Kur'anin dhe ua mëson atë të tjerë. Po ashtu thirrja në Kur'an, thirrja me Kur'an, e kështu me ka thonë njëri prej dietarëve, ajo e cila të dëni këshillën për Allah subhanahu wa ta'ala, dhe dëni diçka nga Kur'ani, përhapeni atë, sepse Kur'ani vetveti nuk flet.
duhet dikush më u transmetu njerëzve. Dhe suneti ka thonë vetvetiu nuk flet. Po duhet dikush me praktiku që njerëz me po. Ka thonë kur mëson xahilin nëse i dituris flet. Kur mëson? Pra kur hesht i dituri e kur besimtarët nuk e praktikojnë Kur'anin dhe sunetin e profetit në praktikë, ata njerëz ka kanë me marr. Qysh kanë me mësu? Indonezia, të dashur vëllezër besimtar, vendi më i madh për nga numri i muslimanëve. Vendi më i madh për nga numri i muslimanëve, mbi 200 milion musliman. A dini qysh e kam pranu islamin ky popull, që sot e shku 200 milion, qysh e kam pranu? Përmes tregtarëve musliman të cilët kanë shku me shqitë dhe me blenë atë vend dhe përmes sinceritetit tyre në praktik. S'kan vjetë, s'kan bo dëllëver, s'kan mashtru, jo kështu zbaj se një me feja në ndalon. Dhe kjo është bo sebeb që janë sta pastaj me pranu islamin. Andaj bëtë këtë djetar, përhapen i Kur'anin, përhapen i sunnetin duke i praktiku ato, sepse njerës nuk i din. Ai nuk qohet vetvetiu me fol, po duhet dikush me dalë me kallëzu dhe me praktiku edhe Kur'anin edhe sunetin që pastaj njerëz të me marrë dhe me praktiku. Elusa Allahu azza wa jalla që na bëj për atyre të cilët praktikojnë dinin Allah subhanahu wa taala dhe ne me veprat tona bëhemi këshillues për Allahun dhe librin e tij. Pra duke i apliku, duke i praktiku në praktik, fillimisht për vete, në familjet tona, pastaj edhe në jetën tonë të përditshme, në mënyrë që edhe të tjerët ose me qenë model dhe shembull për të tjerët. Këtu po ndërpresim kësot këtë ligjërat për të vazhduar javën ardhshme me Allahu azza wa jall. Feja është këshill për të dërguarin e tij dhe kjo është jashtëzakonisht do të jetë një ligjërat inshallah taala e mirë dhe shumë e rëndësishme. Allahu ju shpëlbet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.